E krejt kjo për shkak të parkingjeve të pa autorizume, dhe më thonë jashta rrugës së asfaltume, dhe më thonë në përbalt, edhe shesheve të ndërtimit të kompanive të ndryshme të ndërtimore, që e mbushin asfaltet tona me balt. Kur mbushin me balt, atëherë e kemi këtë gjendje që kemi tani. Fotot që po isheni këtu janë disa fotot që i ka publiku Policia e Kosovës në faqen e tyre të Facebookut, ku kanë lajmëru që kanë shqiptu gjoba, edhe pse këto e më pak se na gjdo dit, në gjdo lagje, e kemi nga një vend punishte, ku tër lagjen, ajo vend punishte e mbush me loq, do më thonë me balt. Edhe policia mund të shqiptoj këto kompani me nga 1.000 euro, do më thonë 1.000 euro është gjoba që përsheni aty në altë, që i ka shqiptu, që i ka gjobit kompanin, policia, gjatë një aksioni që ka ndodhë para 2 ditëve, të më thonë të shtunën, me 20 dhjetor. Ka do që silemi, të më thonë nuk besoj që ekziston një 500 metrësh diku në vendbanime të Kosovës, që nuk ka një vend punishte, që nuk dalin kamionat me edhe e bartin baltën, me kilogram balt, bartin anën banë asaj zone dhe me ligj në këto vend punishte duhet me pas një pjesë ku lahen gomat e kamionit. Sa përket kësaj pjesës vend punishte që kemi, është do thotë domi më i madh që bëhet rrugëve të Kosovës. Rrugët e Kosovës është nga vend punishtet për shkak që bartet do thotë balta nëpër rrugët e qytetit. Dhe kjo është do thotë faktori kryesor që vijnë aksidentet e vogla, mund të themi, nga mospastërtia e rrugës. Për në këto situata, normal policia ka të drejtën të gjobitë dhe duhet të gjobitën për shkak të ndotjes së ambientit, por unë mendoj që më së shumti duhet të gjobitën persona që kanë përgjegjësi për këtë drejtim, inspektorët komunal. Ata janë që duhet të ndërmarrin në këto pika. Ata janë që i dhojnë lejen për vazhdimin e punimeve. Do thonë ata duhet më shku te kantieri ndërtimit. Ata duhet të shkojnë në vend punishte dhe të përcjellen në vend punishte, ai ka vendin ku duhet të pastrohen gomat, mandej të del në rrugë. Ja kemi rastin për ata janë faktorët apo shkaktorët kryesor se përket kësaj pjese që kemi në këtë gjendje rrugët. Po kur e shohim që kemi kontraktor, do të thonë që kryjnë tendere të komunës edhe tendere të qeverisë, nuk i kanë këto, do të thonë këto pjesë ku i pastrojnë gomat edhe prapë zhytin asfaltin, edhe pse një tender që realizon një kompani tender të qeverisë e di që e pastroj ke ma vonë asfaltin me një fshisë. Nuk është e nevojshme mu pastru, do thotë rruga, e nevojshme është që mos të ndotet hiç rruga. E kemi edhe rastin të stacioni autobusëve në Prishtinë, për shembull, në pjesën më të frekuentume dalin kamionët edhe bartin do të thonë transportojnë balt në asfalt ton kohën edhe asgjë s'bëhet. Çdo qytet e kemi këtë. Nga stacioni autobusëve, ajo pjesë që ka qenë të punuar. Nga stacioni autobusëve, do gjithë rrugët e Prishtinës, rrugët kryesore Dardani Lakrish deri tek bregu i Dijet, do thotë është bart ajo balt. Edhe nga rruga Gim Ramadani, nga Ulpiona, nga gjithë rrugët sepse bota do thotë përmes automjeteve të tjera, sa përket do thotë lëviz rrotave dhe ajo bartet. Mandej ti sado që ti del e pastron atu për atu. Bota që ka lëviz në gjithë rrugët e Prishtinës si të pastrohet. Nuk mundet. Për atë arsye nuk ka të drejtë dhe nuk guxon të del në rrugë, do thotë kamionet me balta në rrotë. E kemi edhe një rast tjetër ku kamionët do të thonë që përzin beton. Mikserat e betonit. Mikserat e betonit, betonierkat. Ato kur dalin në rrugë, dalin me sasi duket më të madhe të betonit. Gjatë lëvizjes se dojnë me kursy para në transport, edhe gjatë lëvizjes mundesh me pa tën rrugën ka kanë shku se kanë derë tën kohën beton. Sa përket pjesës e ndotjes të rrugëve, mbi 90% janë do thotë gjithmonë vend punishtet me kamion që dalin me baltë. Ndërsa 10% të tjerëve janë do thotë tek mikseret edhe të pikë tjera. Edhe kështu që policia, nëse vetëm i shef këtu dukurisha, tek mikseret edhe me pjesë tjera, mund të dalë të gjobitën për atë pjesë edhe besoj që ndikon aja pozitivisht tek shoferët sepse nuk mund të dalin në rrugë prapë të ndotin. Por shkaktore kryesor dhe pjesa më e madhe e ndotjes është ndaj kamioneve që dalin me baltë, që është mbi 90%, që në këtë pjesë kanë përgjegjësi inspektorët komunal.
inspektorët komunal duhet të dalin në vend punishte të shohin a është e rregulluar hapësira dhe pjesa ku do të pastrohen, por edhe nëse ka në rrugë, do thotë atëherë duhet të mbyllet ajo vend punishte, të vendoset gjopa dhe të pastrohet rruga, që mos të ketë mundësi të vazhdoj prapë me atë pjesë.